Tani e kemi parlemruar që kjo do t'jetë skifter në këtë fushat. Dhe për habin time isha prezent në një kafe, në një lokal, ku ishen 3 parë simpatizant, vetëvendosës, TDK-s dhe PDK-s. Ti që ty? Po, aty kërkojshin që me dhonë mendimin tim, po unë dësha me dhonë mendimin tim, se dësha me pa qysh po zhvillohet kjo betejë verbale, edhe simpatizantë të PDK-s e përkrashin Vjosa Osmanin. LDK-s heshin, me natyrisht në ballafaqim me këta të vetëvendosës. Dhe aty po është një gjë shumë interesante që njerëz që deri dje kanë shohur Vjosa Osmanin tash e lavdronin pse ishte kundër Albin Kurtit. Por ajo ka me i shpalos, natyrisht ka me i përdor të gjitha armët që mundet me i përdor në luftë kundër Albin Kurtit. Si ma zhidha gjosave, qësaj darke, për që darke ka Zonja Osmani, sa di unë është mbojt dikun në Gjermani? Po, si të qoftë, gjithmonë shtrohet pyetja. Ka publiku komplet vjedhjen e sigurisë për Berlinit, kujtohet e pa që vetëm fushat. Shtrohet një pyetje. Shtrohet një pyetje retorike. Nuk ka drejt. Në qoftë ti, domethënë, në qoftë këta kryeministri ka rrezikuar interesat kombëtare të Kosovës. Ti si presidente, pse s'ka reagu me ku? Pse duhet tek tash me reagu? Por është bajegi vonë, krahasim me kohën kërë. Nështë ka letra, ka shkresa, ka komunikime ndër institucionale. Presidenti nuk është veç me qenë, dhe më thonë, i paanshëm. Ai në radhë parë duhet me mbrojt interesin kombëtar, përse të është njeri i parë i vendit edhe në qoftë kjo edhe kryeministri ose kur do tjetër, i çdo është me reaguar se ka po. Nuk po dini se ka. Po si të qoftë, reagimet institucionale mundën me ndodhur përmes shkresave, pra, nuk do të thonë që del në shesh edhe ka bën po reagohet edhe përmes shkresa në institucion nuk dini se ka pas ose nëse ka. Janë dy çështje që kanë të bëjnë me terminologjinë e këtyre punëve. A kemi të bëjmë me darkë formale, a kemi të bëjmë me darkë jo formale. Kjo ka qenë publike, pra ka qenë zakonisht darkat formale, që janë transkriptuar. Po bëhet proces verbal. Darkat jo formale transkriptuar në një mënyrë tjetër. Kjo ka qenë njoftim sa ato shërbimet inteligente. Darkat jo formale transkriptuar duke i dëgjuar. Duke i regjistruar. Kto ka publikuar vetë kryeministri Kurti e ka publikuar. Nëse ka transkript të kësaj darke formale, duhet me pas parasysh bazën ligjore. A ka të drejtë? Është me 4 maj 2022. Kjo në foto. Kjo foto, e cila është publiku në Twitter nga Albin Kurti, nga kryeministri Kurti në shkollë. A ka të drejt dikush me i publiku transkriptet e këtyre takimeve? Do të përbën bazë, a përbën vepër penale nëse i... Penale jo, po... E nëse Vjosa Osmani e ka ndonjë transkript jo formal, jo, transkript jo formal s'ka. Ajo është çështje tjetër. Jo, po mendoj kjo është një luftë e pandershme. Çka u taku Vjosa Osmani me Grenellën. Çka ka? U taku me kush ka qenë aty Gjuriqi, ky tjetri Baram Bega. Taku me Gjuriqi nomi së po. Pa s'do të me kun. Nomi o po që kanë shef. Ai funksionari administrator që njoftimin atëherë të zotit Kurti, për postimin e tij për këtë darkë. Pra gjithmonë po supozojmë, ky supozimi imi, që zonja Osmani ka për këtë darkë. Pra që thot Lajçaku dhe Vučići. Atëherë në postimin e tij zoti Kurti thot, agresioni i fundit rus në Ukrainë shtoi mosmarrëveshjet tona, por ne mbetëm të përkushtuar ndaj dialogut parimor me Serbinë për një marrëveshje të përqendruar në njohjen reciproke. Raundi i sonte u zhvillua në pallatin Borsing në Berlin gjatë një darke pune. Po tash, Leo, transkripti zakonisht bëhet kur është takim zyrtar. Darka që po thot Blerimi,
nuk mojnë proces verbal. Nëse thët Vjosa Osmani transkript, e ka fjallën për një takim zyrtar që ma vën ka ndonë e dark punë ose qysh është zyrtari që i thojnë ma vën me folë për diqka. Tash që për thët Negji, a i ka ramen herët a vën, unë e muna që me thonë, Albin Kurti masoj dati që e përmenet të pra, mas 2022 ake, ka qenë sankcione, kuptimin që mos ka pos Albin Kurti takime as me Bruxelles, as me Kurgja. As në Amerikë së një shku ditë, kërja u ka nërë vizat që pat lipa të re Alberin Agjiu me shku në takim bilateral me një farmire Vjosa Osmani, ne që ka morë përsi për politikën e jashtë, sa jo shkoj ke Albinin se thërke, a je zarën sejke, pëse s'ka reagu, konë se në një farmire ka mojtë dhe. Kompetencën e sojnë. Edhe na kena folë të, është e vërtet, unë e mendoj që konflikti Albin Kurti Vjosa Osmani pikrish për politikë të jashtme, sepse ka po Vjosa Osmani si pengesi s'pelen me dalë të qasje, edhe ajo për janë zëmë venin, edhe për këtë e ka penalizu. Edhe kërë parlamentarin jep këtë ashtë Albinin para se me rapi për shtetit, dhe me 51% për me morë prezidentin. A në pat mojtë nënë mujtë ditë, dhe hori me kërë parlamentarin, dhe qa që rënsishëm kona të. Se su po i rënsishëm tash. Në sens, ato që e kom vrejtë të kja. Shumë shkruan. Vjosa, nisan për më do këtë shumë interesant lesë, se kom një mote, se kom të ishat prezidentës. Nisan që për vrej është shumë energjike, do në zemër, e ko këgja, si me thonë, fushatër e diskursin kështu, pa kime ngoj edhe kështu, edhe ka shumë energjike. Po me gjithat kënë Dardani aty, me Platone Kurrizit, edhe aty s'pat shumë kalablak, pra fjallë këtë moja, lafën që të në nga kënë të mëvaja, energji pat Vjosa që se kumë po mëti që ashtu adin, që i jep zërë kështë pak si të mriguhen që të në nga, po në sensë, masa ke pak e vogër, më mendoj që tash të këshyrim që përna qëtë qëfar transkripti në e qkepa, qysh në e qkep me po që ka thonë Albini me ta, po si dhe që tjetër në mendoj që këto qështjet Serbi, Kosovë, kime këta, kime ato, unë nuk mendoj ato që dhezin edhe kjo si ka dhezën së Ramosh Haradinit të fushatën e fundit, sepse qa të dajt të me të, ma si të ka thonë kjo. Problemi që duke është fare të Albini. Pse i kem shumë filikoqës kërë këtë ka thonë me Serbia së kështu, mendoj që janë shtirë, nuk ka në fare efekti. Që më të rëzë edhe njëherë këto, se videos më njët mirë, nëse ki pra. Pyetja nuk është çka kom fol unë me një takim publik me 10 njerëz. Pyetja është çka ka fol ai veç me fuqiqin e Lajçakun në një dhomë. Kërkush sukon tjetër aty. A dini ju, as unë se di, presidente e Kosovës dhe nuk me kanë tregu. A nuk mendoni që e kanë detyrim me dalë para qytetarë, veç vetë në një dhomë jenë konë. Kryeministi i Kosovës, presidenti i Serbisë dhe Lajçak dhe ai Lajçak Epsteini, pra i referohet atij. Që kjo është pyetja. Veç pak. Unë e kam transkriptin e asaj çka unë kom bisedu. Okej, i referat vetës. Por ne kemi Por ne kemi me bo komision parlamentar se ata që ka kanë bisedu. Pra, unë e kam transkriptin që kam bisedu unë me Grenelli, por kam me bo komision parlamentar për të kërku transkriptin e këti takimit. Kërkoj falen, nuk e kom çka po mojnë sheft, çka po mojnë sheft. Pra kjo është. Takimet bilaterale. Se dija mu do këvishmu, po kur po flet Vjosa, në që paktën që në të bëmë, mu do ke sikur të emitu Albin Kurtin, edhe në që ashtu tonin e. Këto janë akuzat vjetra mre, sulmoj Albin Kurtin si pilyp qirapën stilit, kur në Amerikës. Sulmoj Albin Kurtin që bën marrëveshjet në shefta e është njëri i Serbisë. Këto janë akuzat vjetra, Leo. Edhe që është e godit njerin në pikën e ti matë fort. Këtë të zëtë një unë i shduka laborator të drogës, shtrova sovranitetin në veri, bona dhe ura atje, i bona gjithë të punti, me që ato me aksione do të me gjiku politikonin. E jo kështu të kryu insinuata, me deme, ku konë aty një dhumi, në konë i 7-3, kanë folë një shkali të kalëzën një shkali. Po më pëlqen që ka vendos me bo Albin Kurti edhe vetë vendosja.
taktika sekret, zguzë pa ditë parlamenti, që është nuk ka me takime sekrete, që hajnë të akuza, e kanë përvu këta tjerë të merëzum që shto s'kanë mujtë, Berisha që i ligjëron stilet ato nase këna shti, se dikur do të... Këto e në akuza që nuk e kanë kur nërmen me u dëshmu. Për shkak se këto... Vish di diçka, këto nuk e kanë nërmen me u dëshmu në herë, këto janë veç akuzat për efekt elektoral. Mirë po, ajo shka dijet me sigurit plot, është që këto akuza nuk është hera parë që përbohën në Albin Kurtit. Kanë dështu, si mentalitet, si kritik. Prandaj presidenti ja veç pirit për ty pa to. Edhe rezultati ka me qeni një. Prandaj menoj që për këto përndryshe Glauku pas ka fol, ka qenë në debat plus ka fol për ju ka përgjigjë se deklaratës së zonës Osmani, edhe thot ajo është dhoma Brukselit e negociata, për duke referu dhomës që flet zonja Osmani. Normalisht që rrihet me orë të tëra. Çka është duke ndodhur tash është se Osmani po dëshiron mi përdor dy tema, Amerika dhe Serbia. Ajo po don me mbrojt Amerikën prej Albin Kurtit, si dhe me friksu popullin me Serbin. Por, sikur PDK-ja dhe LDK-ja që i kanë humbë zgjedhjet me këto dy tema, do t'i humbin sërish. Sankcione me mujtë bejsh dyqysh është mirë Glaukut, se edhe ki po vojtë se Glaukut po vojtë që kërë me konë oficiali naltë i Amerikës. Saksisht to që e tha ty. Shiko, anë të kështë efekti pari i Vjos Osmanit, se... Vishë të përfundoj, profesor, nëse më lenë do është në fjallë mi thonë. Po më pëlqen taktika vetëvendosis në raport me Vjosa Osmanin, sepse është një taktik rrugoviste. Vjosa Osmani shanë, përbalt, krijon si më thonë akuza, akt akuza, thët gjithë shka, qa në Albin Kurti heshtë. Në ndërkohë që është me rreshti i deputetëve i figura tjera që merren me to. Ta unë taktikë rrugoviste. Albin Kurti... Ata shojnë, këj nuk jo këthe, një deputet Po langarecët të vetë që shojnë. Fulla kem batiri, për të mi thonë, për me thonë Albinit fëllë se të mite... Amo valen, gjithë që dëmë që ja pas ka bo për Albin Kurti Kosovës, ku ke Vjosa Osmani? Unë me lejtë që nuk ka posiveri për ta sëru deklaratës pra edhe njerë se kryova unë e shkaktova kërë ta jabë me njerë fjallën pra për ata që sërova edhe njëherë po sëroj edhe njëherë pra Zoni Osmani nuk thotë se do t'ja publikoj transkriptin e biseda Albin Kurtit mund t'a publikoj të vetën pra që ka fola ajo me Grenellin në me ata por njëkosisht thotë që do të bëjmë komision e timor për ti po qasin ato se qëfar që lëndë kuptohet që aty ka pasur diçka që ka u fol e që Zoti Kurti po mbanë në shef. Po, kjo ishte thjesht për ta seruar edhe njëherë.